Iman është të e besuarit Allahu Teala, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e ahiretit, dhe kaderin, caktimin nga ana e tij jetese mirës dhe se kekes. Iman është besimi me zemër dhe shkiptimi me goxhe, i gjithë asaj çfarë i është shpallur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, andaj robi i Allahut është i obliguar këtë besojë, atë që e beson të shkiptojë me goxhen e tij, respektivisht të praktikojë. Besimtari i cili kryen këto obligime kuhet musliman dhe besimtari vërtetë, mumin. Ihsan është të berit ibadet, adhurim. Allahun Teala sikur të shihnim Allahun, edhe pse ne nuk e shohim, ai neve na sheh. Siç shihet, fegja është e ndërtuar nga tri shtilla kryesore, Islam, iman dhe ihsan. Imani është shtilla kryesore e fesë. Me këtë lemi merren digjetëret e kelamit ndërkak me jurisprudencën islame, respektivisht me fushen e ibadeteve merren digjetëret e fiqhut, kene terminologjin e islamen gjihen si fakihe, kurse ihsani përfitohet duke i ndjekur udhëzimet e evliave, mikve, te Allahu Teala, murshideve kamil, o të vlerat e larta, ti imanit, imani është drita, nur të cilën Allahu Teala e vuri në zemrën e robit të tij, është në me shire rahmet, e vesante, është hidajet udhëzim. Imani është gjeta shpirtërore, e cila e vene funksion gjeten materialet e krigjeses njeri. Imani është elementi kiç i muslimanit, gjegjesisht baze e fese islami. Imani është hapi i pare i muslimanit në rrugën e Allahut Teala. Krigjesa njeri ka nevoje për besim, iman, që nga mosha madhore, përderisa është në gjete, atëhere kur të vdese, gjatë gjetes në varë, periudes mes libotev, dhe në ditën e gjikimit, masher, nxjerju fillimisht pjetet për iman, imani është e seles i këshenetit, dhe ajke nuk e posedon këtë e seles nuk mund të hijgjën e këshenet, gjegja me vleret e silen Allahu Teala, i aduroj krigjeses njeri është mgjelgja, e drites e imanit në zemrën e tij. Kjo është mirësi dhe vleret e silen Allahu Teala i ajep, krigjeses se tij me të dashur njeriut. Më mgjelgja e imanit në zemrat e roberve është dëshire e Allahu Teala. Nëse Allahu nuk dëshiron ta udhëzojë dikë me iman, sikur e gjithë bota dhe çfarë ka brenda sa që të angazhoheshin për një gjë të tillë, nuk do të mund ta bënin. Në lidhje me këtë në Kur'an thuhet, atë që Allahu dëshiron ta udhëzojë, ia zgjeron zemrën për ta pranuar Islamin. Atë që dëshiron ta lë të humbur, zemrën e tij ia bën të ngushtë sikur të ngjitej në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. Se kë enam jatëson për mpëqin, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshironte, shume kes haksaj i tëj të gjete nga besimtarit. Këtë pakten një herë ai të shkiptojë dëshmine, kelime i shahadetin. Në lidhje me këtë izbriti edhe ajeti Kur'anor. Shta i vërtetë se ti nuk mund ta udhëzosh atë që do ti, por Allahu udhëzon këtë dogje, dhe ai është këdi me se miri për të udhëzuarit, 28 kasas sikpësis, andaj imani është durata me e madhe nga Allahu Teala për kërgjese njeri, të gjithë pejgamberet kanë bërë tirgjet e njerëzit në besimin e drejtë, një shmerine e Allahu Teala për të arritur këtë nimet që aludon në iman. Kjo për shkak se imani i jep kuptim gjetes, das imani, dhurata ma e madhe për njeriun, transmetohet se një dite derisa pejgamberi. Sallallahu alaihi wasallam ishte ulur me shoket e tij të Shamia, brenda në Shami Bilali Habeshiu, nga gezimi kënë gjente, filloi të vallëzonte dhe të bënte lëvizje të pakontrollueshme. Hazreti Omeri radhiyallahu hiri në Shami dhe e pyeti: "O Bilal, çfarë po ndodh me ti? Ke harruar se gjëna e eksamine e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Bilali Habeshiu ju drejtua Hazreti Omerit radhiyallahu anhu: "Çfarë paska me mua? Nëse do, shko dhe tregoja gjendjen time Resulallahut sallallahu alaihi wasallam. E nëse ai thotë që e kam gabim, do të pendohem sinqerisht dhe nuk do të perseris me kurre." Kjo përgjigje e habiti Haz Omerin, ai shkoi te Resulullahu sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e tiri Bilalin dhe e pyeti: "O Bilal, çfarë është me ti që kaq i lumtur?" Bilali ra ju drejtua: "O i dërguari i Allahut, a nuk isha unë një sklav e Allahu me udhëzoi në Islam, përderisa shumë nga te paret e Mekës nuk e shigjuan do të ketë durate imanin. Nëse unë nuk meritoj të gezohem për këtë dunti nga ana e Allahut Teala, atëherë kush meriton të gezohet?" Ela Resulullahu sallallahu alaihi wasallam
tale Bilali ka te drejtë lereni tek te le te gezohet e le te festogje ashtu si dëshiron kufri, mosbesimi fjala kufer, gjuhesisht ka kuptimin, mbulim feshehgje, këndrim larg dhe mohim I bamirësisë, kjo nën kupton se është kundërta e imanit, ndërsa në terminologjinë islame ka kuptimin, mosbesim në Allahun Teala, melekët, librat e tij, pejgamberet e tij, në ditën e ahiretit dhe kaderin, kufri në ki lidhje me Allahun Teala, cilësimi I Allahut Teala me veti të cilat nuk I takojnë atij, specialisht ngjasimi I Allahut me krijesat e tij, me gjera apo me diçka tjetër, kufizimi I Allahut për një kohë dhe një vend, të përshkruarit femje, lindje apo vdekje Allahut Teala, te besuarit se ai është matiri dhe gjërat e ngjashme, te besuara deklaruara ose pretenduara, te tilla kena kojne në mosbesim. Bara kufri, në lidhje me Kuranin kufer konsiderohet edhe mungesa e respektit ndaj agjeteve, sitateve, kuranore, shargja e tajre, refuzimi I ndonjërit nga keto agjete, ndryshimi I ndonjërit prej tajre, dishimi në agjete, nënçmimi I tyre dhe te ngjashme. Kufri në lidhje me Resul Allahun Savies. Kufer konsiderohet edhe mohimi I Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si I dërguari Allahut Teala, përmendja e tij me emra që bien në ndesh me terminologjinë e edukatës islame, nënçmimi dhe malkimi I pejgamberit alayhis salam, refuzimi I ndonjërit nga sunnetet, porosite e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, peqoash besimi se rritja e mjekres është papasterti, ose përkeshja e mjekre kuaj është përshtatur sunnetit, mohimi I mukshizeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, trashëgimtarëve të tij, evlijave, duke mohuar kerametet e tyre, për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mendohet ose thuhet, unë kam dëgjuar shumë fjalë ke si soji, ose robi nuk përfiton asgjë prej sunetit, është ai kote, ose po ta ishte filani pejgamber, atë do t'i besoja dhe të ngjashme. Tredin kufri në lidhje me urdhërat e fesë. Kufer është edhe mosbesimi I asaj që është dëshmuar me Kur'an dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mosbesimi I urdhrave të njohur për faljen e namazit, dhenjen e zekatit, agjerimin e Ramazanit dhe udhëtimin e haks si urdhrat e prerët e ardhur nga Allahu Teala përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, mosbesimi në gjërat e lejuara halal dhe ato të ndaluara haram, tek gjykuarit në ligjet e prerat e Allahut Teala pash, do të ishte me mire sikur Ramazanit e mos ishte obligim farzëm në dojanin, ose sikur Allahu të mos I obligun të njëgje të etile unes do të begja. Gjit hashtu të kuhet një musliman kafir është kufer, si edhe besimin e magji e në fal, hum begja e shpreses nga meshira e Allahut Teala, shargja e ashabeve, shokeve të pejgamberit saves, besimi se evlijate gjane me larte se pejgamberit, dhe besimin e ate se evlijaja pas një periude të kaktuar nuk ka nevoje të fale namaz dhe të begje ibadit. Kufer është edhe të pohuarit me gogje, ti ka fale namaz, qfare ndrajshovne gjete për të mire, Allahu e ka harruar këtë njëri, pati nuk shkogjas në shennet, dhe fjale qërat e ngjashme. Çoda shirku me shirk ne kuptoj me besimin në Allahun Teala, por duke I bashkangjitur ortak të barabartë atij. Kjo ne kupton përshkrimin e klasive që I takojnë vetëm Allahut Teala, siç është krigjimi edhe çeter kujt. Pra besimi edhe në fuqi, qëra përveç Allahut Teala, për ngjasimin e Allahut me ndonjë krigjese çeter, është shirk ti behet ibadet çeter kujt përveç Allahut Teala, ata që I bëjnë shirk Allahut kuhen mushrik. Lidhjet mes kufrit dhe shirkut, dallimi mes fjales shirk dhe kufer, është shumë I madh, për faktin se me shprehjen kufer në nënkuptohen të gjithë ata të cilet e mohojnë Allahun Teala, ndërsa me shirk në nënkuptohet besimin me shumese një Allah, dëmet të berit ortak Allahut Teala, me fjalet e tjera, shirku përfshinet e gjitha besimet e kota. Shirku është ngjeri nga logjet e kufrit, çdo mushrik është kafir, jo besimtar, por çdo kafir nuk është mushrik për shkak se kufri paraqitet me mohim të njerës nga esencat e imanit, e në shirk mund të ndodhë që nuk ka mohim. Pandra dhe fytyrësia dhe majnafiku dhe fytyresi është këndrimi asjelja me dhe fytyra, hipokrizi fshehja e fytyrës e vërtete, njerëzit që kanë këto cilësi kën minafik hipokrit dhe fytyresh,
Minafiku edhe pse nuk beson me zemër Allahun paraqitet kinse është musliman për përfitime personale, kuptimi themelor i ehli sunnetit. Besimi i ehli sunnetit është kushti themelor në adhurim dhe në mikesi me Allahun Teala. Shpëtimi është në besimin e ehli i sunnetit. Burimi i fese është shpalgja vaq. Burimi i shpalgjes është Allahu Teala. Kurani Kerim është fjala e Allahu Teala dhe është në mbrojtjen hijnore. Ehl i sunneti nuk e pranon asnjë besim dhe ibadet që nuk ka mbështetje në Kur'an dhe sunnet. Ashabët janë larg prej dështimit në çështje të fese, ata janë me fjalët e drejta, me veprat e drejta, me vlerat e larta të ndershëm, të gjithë ashabët i dua janë Haz Ebu Bekri radhiyallahu, Haz Omeri radhiyallahu, Haz Osmani radhiyallahu dhe Haz Ali radhiyallahu, halifet e vërtet e janë gjithashtu në këtë radicë, me respekt dhe i përmendim mender, e pranojme se në mesin e tyre ekziston dallim në grada dhe në vlerat e larta.